Akullore me fëstëk. Kësaj radhe nuk do ta keni Dubai çokoladën, po Dubai akulloren. Shumë e shpejt, shumë e thjesht në gatim, ndërsa sa i përket Dubait mund ta ndroni, mund ta bëni me çokoladë ose me ndonjë frut tjetër sipas dëshirës. Si fillim, shkojmë i ndajmë të verdhat dhe të bardhat e vezës. Kujtuni sparit bardhat, se këto janë pak më delikat, kështu që duhet spari këto me sheqer. Shtojmë vetëm një pikë kryp, edhe i ndihmon që të fryhen të bardhat edhe për balancim të shijeve. Në rregull, me të bardhat jemi në rregull. Vazhdojmë me të verdhat. Sheqerin. Shtojmë pak ekstrat të vaniljes, edhe pse është me fëstëk, vanilja krym punë këto. Të verdhat janë gati, tash ja shtoj kremin e qumshtit. Dhe tundëm bashkë. Kjo teksturë është ashtu si duhet me qenë, domethënë nuk duhet me qenë shumë e trash. Tash, ja shtoj djatin mascarpone, që t'ju bëhet edhe më e shishme, dhe djati mascarpone në akullore jep teksturë jashtëzakonisht mirë. Dhe gradualisht ja shtoj të bardhat e vezës mandej. Vazhdojmë me të bardhat e vezës, ja shtoj pak nga pak. Edhe ëmbëlsirë dhe proteina. Këtu kemi vezët dhe djatin mascarpone, kështu që kremin e qumshtit keni mjaftueshëm proteina. Akullorja është gati, tash gjysmën e hedhi këtu në tepsi. I bjen që kjo është me shije të vaniljes. Dhe pjesën tjetër do t'ja shtoj kremin e fëstëkut. Vazhdoj me kremin.
Gati, tash jemi kompletu me të dyat mbetet vetëm t'ja shtoj sipër. Gradualisht. E rafshojmë. Unë sipër po I hedhi fëstëk. Kjo është krejtësisht opcionale nëse nuk keni vetëm kremi. Ose mund t'i shtoni edhe me lajthi të pjekura, bëhet shumë e shishme. Ja. Në ngrirje, takohemi pas pak, ta shohim rezultatin final. M'vjen keq që nuk mund ta kërkoni dot shijen, mirë po ja vlen ta gatuani shumë. Ja dhe akullorja me fëstëk. Është gati, në pak nuk është gati, duhet edhe pak që të ngrihet. Mirë po unë po e servoj dhe janë dy metoda, njërën kështu, tjetrën është duke prerë në formë të ëmbëlsirë në 4 orë dhe ta servoni. Zakonisht nëse e preni në formë 4 orë, duhet ta largoni 5 minuta më herët nga frizi, e preni dhe mandej e servoni. E keni më të lehtë. Hajde po provojmë sa është ngri, po e di që jo sa duhet. Shikoni me 2 ngjyra plus. Mesi që ka ngri fare gati. Edhe një. Ja pra miq, një ide më tepër për akullorën e kësaj vere. Kjo është shumë speciale, delikatesë. Atëherë, unë këtu po e përfundoj, do t'ju lutem takim sërish me receta të radhës në vijim, gjithmonë të shëndetshme, të shijshme, të shpejta. Mirëmbëjtje. Për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin e Koha